Ai më tutje thot se asnjëherë nuk është i kënaqur me veten, mendon se mund t'jap edhe më shumë në futbollin kosovar. Se futbollin e ka pas pasion qysh në fëmijëri këtë po e dim. Ai rrëfen me dashni të plot për ekipin në cilin është trajnar. Kjo punë do pasion. Domethënë që nga mosha që mund të maj mend unë për vetveten, futbolli ka qenë sporti i parë që unë kam dashur. Dhe shumë punë arritëm të luaj si futbollist në disa nivele, pastaj puna e trajnerit është një gjë shumë personale se çdo mund ta quaj art, mund ta quaj shkencë, edhe zell, dhe kur e punon me pasion është shumë ndryshe, motivi është thjesht çdo ditë zgjohesh ose flen gjumë me futboll, duke bërë analiza, duke pa ndeshje, duke e transformuar edhe në familje këtë smundje, thojsa po e quaj një këtë sport, që patjetër që gjithë më kuptojnë, shumë familjar, ndoshta s'kam pas lidhje me futboll ose s'kam pas dëshirë të shohin, po unë kam ra dhe kur luhet ndeshja drita në gjithë familjen time, vetëm drita shifet.